Situata alarmante në Kosovë, 2 pacientë në gjendje kritike nga ethet e Nilit perëndimor pritën rezultate të reja. 7 pacientë janë të shtruar aktualisht në klinikën për sëmundje infektive të Kosovës pasi janë konfirmuar me infeksionin e rrezikshëm të etheve të Nilit perëndimor. Situata paraqitet veçanërisht e rëndë për 2 prej tyre të cilët janë në gjendje kritike për jetën dhe ndodhen në ventilim mekanik. Bëhet fjala për 2 pacientë të moshës 76 dhe 66 vjeç, të cilët ishin të intubuar dhe po marrin trajtim intensiv nën kujdesin e stafit mjekësor. Të 2 këta pacientë, sikurse edhe pjesa tjetër e të infektuarve janë mbi moshën 60 vjeç dhe vuajnë nga sëmundje shoqëruese kronike. Autoritetet shëndetësore në Kosovë njoftojnë gjithashtu se përveç rasteve të konfirmuara janë në pritje të rezultateve laboratorike dhe për 3 pacientë të tjerë që paraqesin simptomat sëmundjeve akute të trurit. Nga ana epidemiologjike, të gjitha rastet e deritanishme janë të lokalizuara në rajonin e Shkupit, ndërsa vetëm njëri nga pacientët rezulton të ketë pasur histori udhëtimi jashtë vendit, konkretisht në Greqi. Përkundër faktit se pjesa tjetër e pacientëve të shtruar janë në gjendje stabile dhe po trajtohen sipas protokolleve mjekësore standarde, klinika infektive ka lëshuar një apel të fortë për qytetarët. Ajo kërkon që të respektohen me rigorozitet gjitha rekomandimet dhe masat mbrojtëse të lëshuara nga shërbimet kompetente shëndetësore për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit.